Fatos Nano është një nga emrat që kalojnë gjurmë në politikën shqiptare. Pa marrë parasysh bindjet politike, të majtet të djathtë ishin aty për t'i dhënë lam të mirën e fundit Nanos. Ajo që bëri më shumë përshtypje se çdo gjë tjetër ishte fakti që ndonse Nano prej 25 vitesh ka qenë i divorcuar me ish bashkëshorten e tij, Regjina Nano, ajo i ka qëndruar atij pranë deri në frymën e fundit. Këtë fakt e ka bërë publik një mik e familjes Nano, i cili e quajti Regjinën grua të hekurt, për vetë faktin që ajo kurrë nuk i mbajti mëri për divorcin dhe respektoi çdo ditë ish bashkëshortin e saj, madje duke i qëndruar pranë edhe në spital. Ndërsa në funeral, ajo qëndroi në hije, larg kamerave teksa dëgjonte Joana në fjalimin e saj të ndjerë ndaj të shoqit. Joana tha: "Sot është dita ime më e trisht, jo vetëm për mua, por edhe për 3 fëmijët tanë", duke përfshirë këtu djalin e saj dhe 2 fëmijët e Nanos nga martesa e parë. Megjithatë, të shumta kanë qenë pyetjet se si do të ndahet pasuria e Nanos mes Joanës dhe fëmijëve të tij nga martesa e parë. Vajza e Fatos Nanos jeton në Francë për vitesh, aty ku ka krijuar familjen e saj dhe punon si nënpunëse në një institucion, ndërsa djali i Nanos është drejtori i rëndësishëm në një institucion në Shqipëri. Praktikisht, gjendja e tyre ekonomike është shumë e mirë. Burime pranë familjes Nano bëjnë me dije se ai e ka bërë ndarjen e pasurisë mes fëmijëve dhe gruas së tij Joanës, duke lënë një dëshmi trashëgimie. Ai nuk ka dashur që pas ndarjes së tij nga jeta të ketë konflikte në familje, prandaj prona dhe biznesi që ka patur, ai ka vendosur se si do t'i ndajë mes fëmijëve të tij dhe bashkëshortes Joana Nano. Kur të lexohet testamenti, fëmijët dhe bashkëshortja do të kuptojnë më saktësisht se si ka vepruar Nano për ndarjen e pasurisë.